Nëse do të donim të mirnim një shëmbëltir në këtë botë për të përshkruar dashurinë e Perëndis për njeriun, kjo do të ishte dashuria e nënës për fëmijën. Dashuria e nënës për fëmijën ka disa karakteristika që nuk i ka asnjë dashuri tjetër në botë, as dashuria e një çifti, as dashuria e dy miqve, as dashuria e dy vëllezërve. Cila janë këto karakteristika? Nëna e do fëmin pa kërkuar shpërblim në mënyrë të pastërt dhe të paanshme. Gëzimi i saj i vetëm është të shoh atë të lumtur, të qetë dhe pa i munguar asgjë. Dashuria e shtin nënën të sakrifikojë vazhdimisht veten, sakrifikon dëshirat, rehatin, gjumin dhe shumë gjëra të tjera që ne sot i quajmë jeta personale. Dhe të gjitha këto nuk i llogarit fare, as nuk i përmend ndonjëherë si diçka për t'u diskutuar, i bën me gëzim dhe kënaqësi. Dashuria e nënës e bën shpesh atë të duket si e marr, bën sikur humbet, vetëm që të mos e lëndoj fëmin me epërsinë e saj. Kur luajnë një lojë, nëna zgjedh të shtiret sikur humbet, që fëmia të gëzohet. Flet me përkëdheli, sikur nuk i shqipton mirë fjalët, që fëmia të ndjej se ajo është e ngjashme dhe barabartë me të. Paradoksi është se ajo gëzohet aq shumë që humbet nga fëmia e saj, sa që vetë logjika e fitores nuk ka më kuptim. Të gëzohesh kur humbet nga ai që e do, dhe të fitosh nga humbja, paradoksa hinore e dashurisë. Kur është e pranishme dashuria e vërtet, logjika rresht së vepruari, ligjet dhe krenaria përmbisen. Dhe na tani, duke parë ikonën e të rëshënjtës Mari, ku mban në kraharor Krishtin, që është biri dhe fjala e Perëndis, ai që themeloi gjithçka me fjalën dhe urtësinë e tij, atëherë logjika pushon, arsyetimi ndalon, mendja mpihet. Shën Nikodhim Agioriti guxon të thotë se biri Perëndis e shohi dashurinë e ëmbël mëmësore nga Ilindsja Mari në një shkallë aq të lartë sa që nuk mund ta shijojë më nga asnjë njeri tjetër. Por dashuria e madhe shumë herë mund të kthehet dhe në dhimbje të thellë. Ekziston dhimbje trupore dhe dhimbje shpirtërore. Nëse i krahasojmë, shumë herë dhimbja shpirtërore është më e mprehtë se ajo trupore. Do të preferoja të më prisnin mishin copa, thoshte një prind, se sa të shoh fëmin tim që vuan. Dhimbja trupore ka një kufi të caktuar, ajo shpirtërore duket se nuk ka as fund, as tavan. Kush mund ta përshkruaj dhimbjen e zemrës së Ilindses kur ajo e shihte birin e saj në kryq? Krishti ka dhe do të ketë vetëm një nën dhe vetëm një dashuri amësore. Kjo është arsyeja pse Ilindsja qëndron kaq lart dhe askush nuk mund ta tejkaloj, sepse ajo nuk e do Krishtin thjesht si shpëtimtar apo vetëm si Perëndi, por e do me dashuri prej nëne. Kjo e lartëson të rëshënjtën edhe mbi serafimet që digjen me flakën e dashurisë për Perëndin. Dhe të njëjtën kohë, kjo i jep privilegjin të jetë ndërmjetëtuese më e fuqishme të biri i saj për njerëzimin, ai të cilit ju dha çdo pushtet në qiell dhe mbi dhe.
Krishtërimi është i vetmi besimi vërtet, dhe prova është kjo. Vetëm në krishtërim, Perëndia shijoi dashurinë mëmësore dhe njerëzimi dashurinë atërore të Perëndisë, në një harmoni që te i kalon çdo shprehje poetike, duke ngritur në lartësinë e misterit më të madh dhe më të thellë dhe më të fshehtë. Asnjë fe tjetër nuk ka privilegjin dhe gëzimin të mbajë këtë ikon që kemi ne, natyrën njerëzore si nën dhe Perëndin si foshnjën e saj, Perëndin si njeri dhe njeriun si Perëndi në një pamje madhështore dhe të mistershme. Ikona e të Shenjtës na ngushullon, na mbush me shpresë, me gëzim dhe forcë. Prandaj, kur afrohemi dhe i falemi ikonës së saj, le të kujtojmë se nuk nderojmë vetëm Marinë e Nazaretit, por nënën e Perëndisë, e cila me ndërmjetimet e saj ka fuqinë të na lindë dhe ne në mbretërinë e qiejve. Amin.